Dashuria dhe pasioni për çiftelin për Arianit Goshin nisi krejt rastësisht e më pas ky instrument ju bë pjesë e pandashme e jetës së tij. Me çifteli kum fillu para një 5 vite, gati 6, edhe qysh në atë mosh dikun jam konë nashta 14 vjet, 15 vjet, ka qenë një kohë kur orientohesh ka një pjesë se ka do me anu. Edhe si hobi, ta në herët u konë muzika, po ma herët nuk ka pas diçka në preferencë në muzikës tradicionale ose konkretisht ndaj instrumenteve tona. Fillova tu po instrumentale me çifteli, tu po melodi që ekzekuteshin instrumentist ma herët, edhe veç e po që filloj më unë gjallë një farë pëlqimit ndaj këtyre instrumenteve. Në familjen tem nuk ka pas ma herët dikur që është mirë me muzikë. Kam filluar me u mirë mas pari, nuk ka pas ndaj preferencë për ty në përgjithësi ndaj muzikës hiç. Edhe kur fillova une, jenë ka ato pyetje fillimisht që ka dole ti, pse ti me muzikë, pse ti me çifteli, po gjithmonë është dikur që e merr iniciativën edhe fillon me u mirë me diçka. Ani pse infermier me profesion, Arianiti thot se nuk e pengon të ndjek edhe ëndrrën për muzikën. Kryesisht prej audiencës ka pas komente të ndryshme, të pas për arsye se ato të mirat edhe si komente negative, për arsye që deri më tash kryesisht këtë muzikë kanë frekuentuar edhe kanë praktikuar moshat më të vjetra. Është muzikë jona dhe janë instrumentet tona tradicionale, është diçka që është pasuria jona kombëtare, nuk është diçka që e kena marrë prej dikuj, ose na ka pru dikush na e ka lënë, po është diçka që na duhet me trashëgu. Vjen mirë që moshat e reja kanë fillu me kuptu këtë sen edhe kanë fillu me veç me praktiku këtë lloj të muzikës. Ka pas ato komentet në fillim që djali i ri me u mirë me çifteli, me sharki, i ki 20 vjet, kishin muzikat më moderne. Nuk është që mu më kanë ngjallë shumë përshtypje këto komente se kur ti veç e dën një sen, edhe nëse ti ki motiv edhe dën me jadal, jadel. Përveç çiftelis unë di me lujt edhe në instrumente tjera, me sharki, me fyll, edhe tash kum fillu edhe me piano. Secili instrument, secila muzikë ka atë karakteristikën e vet që e karakterizon edhe e ka atë të mirën e vet. Pa marrë parasysh se çfarë zhanri është, asnjë zhanër nuk është i keq, i ka ata foncat e vet që e dojnë. Shumica e njerëzve që dojnë me arrit diçka, mundën me arrit nëse ata punojnë në drejtim. Unë për vete nuk jam kanë shkollë të muzikës, profesioni jam dallon shumë prej muzikës edhe prej çiftelisë. Unë me profesion jam infermier, edhe pse nuk jam kanë shkollë të muzikës, edhe pse nuk ndjek në far kursit të muzikës, këto instrumente unë i kum mësu krejt me hulumtimet e mia që i kum bën në YouTube edhe në internet. Pra nëse ti don me arrit diçka, ka shumë forma ndryshme, ka shumë rrugë ndryshme që mundesh me i ndjek për me arriti qatë sukses edhe për me arriti qatë pikë ku don me arrit. Madje, ai ka edhe një talent mjaft të veçantë të luaj me çifteli, zhanre të ndryshme të muzikës. Kur e pash veten që unë veç kam fillu të e përvecu pak a shumë çiftelin, të u profesionalizu në ta, atëherë fillova pak me inkuadru çiftelin edhe në muzikat më moderne. Rinia se di frekuenton edhe i pëlqen pak më shumë muzikat e reja, ka dikush që apet don me pa për shembull një instrument tradicional që është çiftelia në muzikë më moderne. Nuk është diçka që e kumboni i pari se ka shumë instrumentistë tjerë që e kanë bë më herët, ama me të vërtet kur çiftelia hyn inkuadrohet muzikat më moderne, për ne është një kombinim fantastik. Ka dikush që hala i pëlqen ato muzikat e vjetra, për shembull që është një ndër to që është Baresha, edhe mujna me ekzekutu diçka që veç me pa për shembull tingullin edhe vjen melodike se çush ekzekutohet. Kjo është një sekuencë shkurtë e Bareshës,
ku veç luhet valle instrumentale e sajna. Te personat e tjerë që frekuentohet edhe pëlqejet pak më shumë muzika moderne, për shembull siç është një muzika e Limonit në Çajazonin, që unë veç me këtë muzikë kam filluar më herët që me inkuadru Çiftelin në këtë zhanër, edhe ka pas pëlqime shumë prej audiencës edhe prej rrethit. Edhe mujna me pa për shembull se qysh tingëllon Çiftelia në këtë zhanër. Kur e pa që për një me po pëlqejet, masane fillova edhe me muzika tjera. Edhe në zhanrin në rock tingëllon mirë. Për shembull është muzikën e Elitës 5, Al Capone, ajo për një me tingëllon goxha si mirë. Mjafton që veç me kon ti profesionist edhe me ekzekutu mirë me Çifteli, edhe mundesh me ja dal, mundet me tingëllu Çiftelia mirë edhe në këto zhanre. Infermieri nga Klina e sheh Çiftelin jo vetëm si një instrument muzikor, por si një simbol i kulturës dhe trashëgimisë son kombëtare, të cilin dëshiron ta ruaj, zhvilloj dhe përcjell te brezat e rinj.